Kur merr vesh që një besimtar ose një besimtare ka ndëru jetë, mundohu me prezantu në xhenaze, me ja fal xhenazën. Sepse për ty ka shpërblim të madh, por ai që ka ndëruar jetë, ajo që ka ndëruar jetë, ka më shumë ti nevojë në ato momente që të prezantosh ta falësh xhenazën, e ta lusësh Allahun e lartësuar për të. Vjen në një hadith që transmeton Taberaniu nga Ebu Huraira dhe Abdullah ibn Umeri, transmetohet se profeti alayhi salam ka thonë: "Ma min rajulin yusalli alayhi mi'atun illa ghufira lahu." Nuk ka njeri pra që ja falin xhenazën, siç kuptohet për hadithit, nuk ka njeri që ja falin xhenazën atij 100 veta, vetëm se pra bëhet shkak namazi që këta falen, lutja që këta falen që të falet, ta falë Allahu. Prandaj, vllai i nderuar, kushtoj rëndësi dhe merr pjesë në faljen e xhenazeve. Lutim Allahun e lartësuar që t'i fal e t'i mëshiroj gjithë ata që kanë ndruar jetë. Amin.